që në momentin kur një personi i vendosen prangat dhe izolohet në burg, mendimi i tij vetëm është liria. E në kushtet kur qëndroni izoluar për një kohë të gjatë, hetimi zgjatet dhe nuk merret një vendim, kur rrezikon shumë vite burg, apo qoftë edhe kur nuk ka besim te drejtësia dhe pretendon se është i pafajshëm, sërish mendon lirin. E mendon në çdo formë, duke marrë parasysh çdo risk, turp plane aratisje, që edhe në rast se dështojnë, i tenton sërish. Disa nuk i realizojnë dot, por ndodh që në një moment aratisja realizohet. Me bashkëpunim apo për neglizhencë, kjo i mbetet në dorë hetimit, por fakti vetëm është vetë ngjarja, aratisja. Më 13 janar 2026, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare zhduket nga duart e shtetit. Jo nga burgu, jo nga një operacion special, por nga një spital publik në Durrës, në shoqërimin e policisë së burgjeve. Altin Doci, 38 vjeç, një person i konsideruar me rrezikshmëri të lartë, i akuzuar si vrasës me pagesë. Aratiset në mes të ditës, pa pranga, pa pengesa dhe me dyert të hapura. Në pamjet e kamerave të sigurisë, Altin Doci shfaqet duke mbërritur në spitalin infektiv të Durrësit me ambulancë. Me të janë 5 punonjës të policisë së burgjeve, por vetëm 2 e shoqërojnë brenda, pa pranga, pa asnjë mas shtesë sigurie. Në katin e tretë, teksa pret vizitën mjekësore për një problem renal, ai u kërkon 2 efektivëve ta shoqërojnë në tualet. Në atë moment, godet njërin prej tyre me grusht, vrapon drejt shkallëve, zbret me shpejtësi dhe del nga dera kryesore e spitalit. Vetëm 50 metra më tej, jashtë parkimit, e pret një Audi A7. Një prej policëve qëllon një herë për ta neutralizuar, por është vonë. Altin Doci zhduket. Altin Doci, 38 vjeç, lindur në Troshan të Lezhës dhe banues në Tiranë, është pjesë e disa dosjeve penale në hetim nga SPAK dhe në gjykim nga gjykata e posaçme, i akuzuar për vepra të rënda penale. Emri i tij ka dalë në skenë nga deklarimet e bashkëpunëtorëve të drejtësisë, por edhe nga bisedat në Sky mes personazheve të ndryshme të botës së krimit, madje edhe drejtues të grupeve dhe organizatave kriminale. Me vendimin numër 98 të datës 2 gusht 2024, gjykata e posaçme ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg si i dyshuar për vrasje në rrethana të tjera cilësuese kundër 2 ose më shumë personave në 2 raste, vrasje me paramendim, sigurimi kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje në 2 raste, vjedhje me armë në 2 raste, përkrahje e autorit të krimit, vepra penale këto, të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe organizat kriminale. SPAK e ka akuzuar atë për pjesëmarrje në masakrën e Bradasheshit, ku vran vëllai bashkëpunëtorit të drejtësisë Erion Alibej, shtetasi Endrit Alibej, Arben Dylgjeri dhe shtetasi turk Erdal Duranaj, më 29 dhjetor 2018. Në këtë ngjarje, dyshohet se në makinën e ekzekutorëve kanë qenë 4 persona. Talo Çela si shofer, para Besmir Axhia dhe mbrapa Altin Doci dhe Dashnor Dumani. Gjithashtu Doci akuzohet edhe për vrasjen e Klevin Baus dhe plagosjen e vëllait të tij, Aldo Aleksandr Baho, në një korrik të vitit 2019 në Broshk të Elbasanit. Vrasje në tentativë të kryer në bashkëpunim me interes dhe akmarrje të Kej Pikut më 16 janar 2020. Gjithashtu edhe për sigurimin e kushteve për të vrarë Erion Alibejn gjatë periudhave të ndryshme nga nëntori 2019 deri në janar 2020, si të ardit Arjan Spaiut. Ngjarje e planifikuar për periudhën dhjetor 2019 janar 2020.
Altin Doci akuzohet edhe për grabitje në pistën e aeroportit Nën Tereza në Rinas në 9 prill 2019, si dhe tentativën e grabitjes së banesës së Minella Muçës në Fier në 23 mars 2018. Grabitja dështoi vetëm fal ndërhyrjes së shpejtë të policisë së Fierit. Gjatë shkëmbimit të zjarrit, mbeti i vrarë Julian Sollaku, 20 vjeç, ndërsa shoku i Altin Docit, Arben Muço, u plagos dhe u arrestua më pas nga policia. Personat e tjerë që ishin me ta atë natë u larguan me shpejtësi duke mos u arrestuar sot e kësaj dite nga policia. Nga ana tjetër, ai akuzohet se ka përkrahur dhe të shumë kërkuarin Talo Çela në vitin 2020. Në dosjen Plumbi Art, Altin Doci akuzohet nga SPAK në rolin e pjesëmarrësit në vrasjen në rrethana të tjera cilësuese me pasojë vdekjen e shtetasit Andi Zylyfi dhe plagosin e shtetasit Ardit Uruçi, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit e kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Grup i strukturuar kriminal. Altin Doci u arrestua fillimisht gjatë operacionit Plumbi Art në maj të vitit 2020. Ai ka qenë i dyshuar për vrasjen e 4 personave në Durrës. Fillimisht për vrasjen e Angelo Avdis dhe Dorian Shkozës dhe më pas edhe për vrasjen e 2 vëllezërve, Besmir dhe Viktor Axhia. Por në 2 prill 2024, gjykata e posaçme ka pushuar të gjitha akuzat ndaj Altin Docit, duke shpallur atë të pafajshëm. Ishte dëshmia e të arrestuarit Klevi Salla, ish bashkëpunëtor drejtësie, i cili e përfshinte Altin Doci në këto 4 vrasje, por gjykata e posaçme nuk u bind nga këto dëshmi, çka bëri që të marrë pafajësinë. Nga ana tjetër, për vrasjen e 2 vëllezërve Axhia, gjykata e posaçme dënoi me 25 vite burg Klevi Sallën, i cili njëkohësisht humbi edhe statusin e bashkëpunëtorit, pasi rezultoi se kishte gënjyer. Megjithse Altin Doci fitoi pafaqësinë në vitin 2024, ai nuk mundi të dalë nga burgu, pasi SPAK kishte ngritur akuzat të tjera kundër tij, pas dëshmive të Nuredin Dumanit, i cili e përfshin në disa ngjarje të rënda. Mënyra si ndodhi në fakt, pasi analizojmë, ka dhe një arsyetim që është më shumë subjektiv, dhe lidhet me faktin të humbja besimit që vetë Altin Doci ka pas këtë drejtësia, kjo duke marrë shkas në fakt dhe duke parë dhe ecurinë, që ka pas aktualisht procesi që po zhvillohet ndaj tij dhe ndaj tjerëve, pak nëse pjesë që kanë ngelur nga procesi që tashmë mbar opinionin publik është quajtur si procesi Plumbi Art. Por historia e Altin Docit fillon ashtu siç ju e parashtrua në fillim të emisionit shumë më herët, diku midis marsit 2020 dhe maj 2020, një ngjarje shumë të rëndë ndodhi në qytetin e Durrësit, ku mbetën vrarë Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Në fakt, për atë ngjarje fillimisht u regjistroi procedim penal nga prokuroria e Durrësit dhe pasi u kryen hetimet u arriti të identifikojë një nga personat që kishte bashkëpunuar që ishte Klevi Salla, i cili në një moment më vonë edhe bashkëpunëtor drejtësie, dhe fillimisht emri Altin Docit si person i dyshuar pikërisht për këtë ngjarje, për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis, është regjistruar fillimisht nga prokuroria e Durrësit. Më pas në një moment dytë, ai procedim penal u mori më pas dhe nga prokuroria e posaçme. Bëhet bashkëpunëtor drejtësie Klevi Salla, më shkon marrëveshje bashkëpunimi me prokurorinë e posaçme ose SPAK-un, siç ne jemi mësuar dhe ta gjejmë shpesh, në 2020, dhe gjithashtu për shkak dhe të rrethanave në të cilat ai ishte i përfshirë, por edhe për shkak ndikimeve të bashkëpunëtorëve të tjerë që në fakt kanë dalë dhe janë provuar gjatë gjykimit, një ndër ta ishte më pas dhe ai që u bë bashkëpunëtor i radhës ishte Nuredin Dumani, u provuar që ai ishte shtyr nga Nuredin Dumani që të përfshinte në ngjarjen apo në vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis, Altin Docin dhe Talo Çela. Normalisht kanë qenë fillimet e para të procedimit penal, por më pas fraksionimit, sepse bëhet fjalë për procedimin 75, është darë gati në 11 procedime tashmë, pra në këtë periudhë 5 vjeçare. Dhe normalisht kanë dalë dhe shumë rrethana dhe fakte të tjera që lidhen jo vetëm me deklarimet e bashkëpunëtorëve të drejtësisë, por edhe me ato dhëna që janë përftuar nga komunikimi në platformat Skype. Të ndryshe ka filluar që në atë kohë, dhe në fakt, nga hetimet që u bën në atë kohë dhe nga dëshmitë që dha Klevi Salla, por dhe nga vetë dëshmitë dhe deklarimet që dha në hetimet paraprake vetë Nuredin Dumani kur u bë bashkëpunëtor drejtësie,
u provua në fakt që 6 mujorshin e parë, pra në 2020, që Altin Doci nuk ishte autor i ngjarjes dhe i vrasjes së Dorian Shkozë dhe Angelo Avdis, por ishte një nga subjektet që ishte targetuar për këtë vrasje. Dhe kjo u provua më pas në një ngjarje të dytë në vrasjen e vëllezërve Axhia, që ka ndodhur prill të 2020-s. Edhe atë vrasje i atribuan Altin Docit dhe Talo Çelës. Më pas u akuzua për këto 4 vrasje Altin Doci në bashkëpunim me Talo Çelën. Çështja shkoi në gjykim. Dhe në gjykim në një moment, përfundim gjykimit pasi u administruan gjitha dëshmit, në fakt ndodhi një gjë pa precedent që nuk është trombetuar shumë media, pas nuk është marrë asnjëri me të. Prokuroria e posaçme tërheq akuzën për Altin Doci. Një fakt skandaloz i provuar në të gjykim është që prokuroria dinte që 6 mujorshin e parë që Altin Doci nuk ishte i përfshirë në këto 4 vrasje. Fakti që Altin Doci nuk se lidhej me 4 vrasjet e Durrësit nuk u provua nga dhënat e përftuara nga Sky, por vetë Klevi Salla u detyrua dhe pranoi në gjyq sepse ashtu erën dhe thanat dhe dëshmoi që ishte mësuar nga Nurettin Dumani. Arsye për cilën i revokuan statusin dhe në fund dënuan me 25 vjet burg. Megjithatë, faktin që Altin Doci nuk kishte lidhje me 4 vrasjet në Durrës e pohojnë gjatë bisedave në Sky edhe vetë anëtarët e tjerë të organizatës Çopja, pjesë të cilës sipas SPAK dyshohet të jetë edhe vetë Doci. Më 11 korrik të vitit 2020, Mikael Kamami, që SPAK e akuzon si organizator të pjesës më të madhe të ngjarjeve të realizuara për llogari të vëllezërve Franz dhe Ajdar Çopja, komunikon me mesazhe me Franz Çopjan. Kamami i shpreh Çopjas në lidhje me vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis, por edhe vëllezërve Axhia në Durrës, duke shpresuar që të mos ketë qenë i përfshirë aty edhe Dashnor Dumani, pasi këtë gjë do ta përdorin në favor të tyre. Në dosjen e SPAK është pasqyruar edhe një bisedë në Sky mes Mikael Kamamit dhe Aldo Xhikës, të cilit i tregon se vëllezërit Axhia në Durrës dhe Altin Doci janë miqtë e tij. Mëtej Kamami i thot se Altin Doci nuk i ka vrarë vëllezërit Axhia, por aty e ka përfshirë Klevi Salla. Sipas Kamamit, Alla këtë e ka bërë pasi Doci i kishte lënë një makinë të vjedhur Allës, Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis. Në një tjetër bisedë po mes këtyre dy personave, Mikael Kamami i tregon Ado Xhikës se e ka marrë vesh kush janë ekzekutorët e vëllezërve Axhia. Sipas tij, personi që ka marrë pjesë në vrasjen e Endrit Alibejt, ka marrë pjesë edhe në vrasjen e vëllezërve Axhia së bashku me vëllain e tij. Personat që janë vrarë vëllezërit Axhia dhe një nga ekzekutorët në vrasjen e tyre njihen me ta pasi së bashku kanë marrë pjesë në ekzekutimin e Endrit Alibejt. Kjo ka ndodhur për shkak të xhelozisë dhe inateve mes tyre. Pasi Altin Doci ishte arrestuar me dëshminë e Klevi Sallës, që më pas rezultoi e pavërtet, në maj të vitit 2020, Mikael Kamami bisedon edhe me Talo Çelën. Frate, po ky kaçuli Klevi Salla ka ditë gjatë për punën e Elbasanit, leje dashin. Ky kaçuli po them di gjatë për gjanat tona se do të hapet çështja e Elbasanit, se po që thy Kok Çami, do ketë fol shumë gjana. Nga konteksti bisedave, SPAK arsyeton se kuptohet që Mikael Qosja ka dieni të plot për ngjarjet kriminale, në të cilat ka marrë pjesë Altin Doci dhe i shpreh shqetësim Talo Çelës se nëse mund të kthehet në të penduar, ai mund të flasë për shumë gjëra. Nga ana tjetër, i shpreh edhe dyshimin e tij se në 4 vrasjet e Durrësit mund të ketë marrë pjesë Dashnor Dumani, të cilit i referohet me Novkën Sjapi. Madje këtë gjë Kamami e shikon si tradhti që ai mund ta ketë bërë, duke i shitur te Erion Alibej. Po inshallah s'ka gisht Sjapi Dashnor Dumani, por po pati gisht na ka shit te krymi Erion Alibej. Nuk duhet largohej Dashnor Dumani pasi ai ka bërë punën e parë. Sipas SPAK, nga konteksti i kësaj bisede dhe nga deklarimi i Nurettin Dumanit në cilësinë e bashkëpunëtorit të drejtësisë, evidentohet se Dashnor Dumani ka marrë pjesë në vrasjen e 3 fish në Bradashesh
ku ka patur rolin e ekzekutorit. Kësaj ngjarje, Mikael Kamami dhe Talo Çela i referohen si puna e parë. Nga bisedat që kanë zhvilluar në Sky, Mikael Kamami dhe Talo Çela dhe nga deklarimet e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nuredin Dumani, rezulton se Dashnor Dumani është konfliktuar me Altin Docin lidhur me një pagesë që ata kanë marrë në formë kapari për ekzekutimin e një personi. Kjo vrasje nuk është realizuar dhe Altin Docin nuk ka pranuar të kthejë shumën e parave që porosisi kishte paguar pasi sipas tij, sigurimi kushteve dhe mjeteve e justifikon vlerën monetare të dhënë si kapar. Kapari dyshohet se ka qenë 10.000 euro. Në lidhje me këtë ngjarje, Altin Doci dhe Dashnor Dumani kanë pasur një konflikt në autostradën Tiranë-Durrës, ku Doci i ka goditur xhamin e makinës dhe ka nxjerrë pistoletën duke tentuar ta qellojë. Më pas Françopia shkruan mesazhe në një grup chati me 2 persona të pa identifikuar, të cilëve u shprehet: Shoku, jam i vogël në moshë, por kam 10 vjet pa pushim, sidomos këtë 5 vjeçarin e fundit. As familja as gjë s'po shijoj. Mall, intriga, lek, vrit e prit, mikën petlla. Në të njëjtin grup, flitet për disa atentate që kanë ndodhur në qytetin e Durrësit. Në biseda flitet për Dashnor Dumanin, për të cilin Çopja shprehet se gjuan, kryen vrasje me pagesë dhe jeton në Gjermani. Ai tregon se kanë qenë të gjithë bashkë dhe raportet mes tyre janë prishur për shkak të një makine dhe gjithçka. Ka nisur nga Klevi Salla, që e quan Mostra e vogël. Një tjetër i penduar që pranoi të bashkëpunojë. Pas vrasjes së vëllezërve Besmir dhe Viktora Xhia, Klevi Salla ka pranuar të bashkëpunojë me drejtësinë dhe nga deklarimi i tij është arrestuar Altin Doci, i cili është një nga personat, pjesë e grupit Çopja. Këta qenë me mua bashkë të gjithë, për një makinë të qelbur ka nis gjithë puna, prej atij mostrës së vogël. Na morin qaf, na prishi punë shumë. Në interes për hetimet, ka qenë edhe një bisedë e zhvilluar në Sky mes Nuredin Dumani dhe vllait të tij, Dashnor Dumani, ku përveç vrasjeve të kryera, flitet edhe për shuma të majme që ofroheshin për vrasjen e Talo Çelës, por edhe të Erjon Alibejt. Duhet t'i kishin shfarosur Kelin, Talon dhe të tjerët, pasi ata mund të më kishin vrarë mua dhe ty, po të kishe qenë në Shqipëri. Duhet të më ndihmosh të gjej Talo Çelën, se ai është bukshkelur dhe doja marr shpirtin. Policia mund të arrestoj ty pas deklaratave që Talo Çela ka bërë në media. Nuk kam qenë me Talon dhe Altinin në vrasjen e Durrësit, por mekaniku Klevi Salla ka përfshirë Talon dhe Altin Docin. Pas vrasjes së Besmir Haxhis kam biseduar me Kelin dhe i kam kërkuar të më jap Talo Çelën. Ai më ka ofruar 2 milion euro dhe Talon me kombim të vrasjes së krymit. Unë pranova dhe u kërkova 1 milion euro. Dhe pasi të jepja prova që mund ta kapja krymin, ai duhet të më jepte Talo Çelën, në të kundërt nuk bëhej. Nuk ram dakord dhe pastaj ai më pyeti pse i kisha vrarë njerëzit e tij. Kelit i kam vrarë 2 njerëz, djalin e Hallës me 25 thika dhe shokun e ngushtë, Ilin, që ka pasur servis. Në vazhdim të shprehjes së shqetësimit se pas arrestimit Altin Doci mund të fliste, Talo Çela, gjatë një bisede me Franc Çopja në Sky, i shpjegon edhe arsyen pse Klevi Salla ka dhënë qëllimisht emrin e Docit në prokurori, duke treguar konfliktin që ka patur me të. Gjithçka ka nisur për shkak të një makine të vjedhur që Altin Doci dhe Besmir Haxhia ja ka dërguar Klevi Sallës në këmbim të pagimit nga ana e tij të shumës prej 3.000 euro. Klevi Salla nuk e ka paguar këtë shumë të kërkuar nga Altini dhe Besmiri dhe për këtë arsye ata e kanë rrahur për vdekje. Të njëjtën gjë Talo Çela ja shpjegon përmes një mesazhi zanor edhe Arzen Memës. Këta janë zënë me njëri tjetrin, Altini me Dashin, janë zënë këta të dy që ka plas kjo vlla. Nuk ka lidhje ai. Ai Dashi me mua akuzohet për ke vllai krymit për herën e parë. A e kupton apo jo? Del vllai Dashi tani në favor të Erjon Alibejt. A e kupton çfarë skandali është këtu apo se kupton? Dashi ka inat se e rrahi, a e kujton se mori hak. Frika se Altin Doci mund të fliste pas arrestimit shprehet edhe në një tjetër bisedë që Elio Bitri bën me Talo Çelën në 27 maj 2020.
Sipas Spak, këto komunikime janë zhvilluar pasi Altin Doci ka qenë i arrestuar dhe Elio Bitri kishte merak se ai mund të depononte për ngjarjet që ka marrë pjesë. Nga biseda, Bitri këshillon Talo Çelën që t'i dërgoj dikën Docit që të mos flasë. Altin Doci, pikërisht për shkak këtyre dyshimeve dhe paragjykimeve që mund të ketë pasur prokuroria e posaçme, nuk ka qenë i sigurt, është mbajtur në burg qëllimisht, pikërisht derisa të përfundonte legjitimi për sa i përket procesit kombëtar. Dhe përpara se të përfundonte procesi, duke qenë e vetëdijshme prokuroria që 6 mujoshin e parë kur është arrestuar Altin Doci që ishte i pafajshëm për ato 4 vrasjet e Durrësit, ka dhënë deklarime të dëshmi Nureddin Dumani, cilësinë e bashkëpunëtorit drejtësisë, ju kujtoj që marrëveshjen e ka bërë në 2022, pra 2 vjet më vonë. Edhe pse prokuroria ishte e vetëdijshme që Nureddin Dumani kishte ndikuar dhe kishte sugjestionuar Klevi Sallën që të fajsonte Talo Çelën nga Altin Doci, duke i përfshirë në ngjarjet rënda kriminale dhe vrasje. Me atë është caktuar mas sigurimi dhe ky është një fakt tjetër penal për të cilin aktualisht në fakt ne jemi në proces themeli dhe po gjykohemi ku nga 33 veta që kanë qenë fillimisht janë vetëm 20 veta që kanë ngelur se janë ndarë dhe janë fraksionuar. Në një proces që ka qenë maraton, në një proces që janë ndruar 3 trupa gjyqësore dhe aktualisht duke qenë se me trupin e tretë ka pasur vështirësi në fakt për sa i përket drejtave që ka kërkuar dhe Altin Doci vetë, ka qenë dhe i pranishëm proces dhe ka parë qasjen që ka pas gjykata. Prandaj thash mund të jetë qasje subjektive, Altin Doci ka humbur besimin te drejtësia dhe Sipas Spak, Altin Doci ka përdorur telefona Sky dhe ka komunikuar për porosi vrasjesh për llogaritë të organizatës kriminale Çopja. Avokati i tij e mohon kategorikisht këtë fakt, duke cilësuar paraburgimin si të padrejtë, ndërsa shprehet se Doci ka patur Sky vetëm 3 ditë. Përpara se të përfundonte ky proces, për akuzat që kishte për 4 vrasjet e Durrësit, nga ana e prokurorisë posaçme, po në kuadër të njëjtit procedim që bëhet fjalë për plumin e artë për të fraksionuar, i komunikohet një mas tjetër sigurimi i dyshuar si bashkëpunëtor, sepse unë kam dëgjuar shumë fakt dhe këto ditë pas ngjarjes që ndodhi. Nga të gjithë llojet e ndryshme të titujve duke nominuar dhe cilësuar si vrasje, kur bëhet fjalë për këtë ngjarje të në fakt ka disa role në kryen e këtyre veprave penale, bashkëpunëtor, ndihmës, nuk është Altin Doci vrasje. Edhe nga dhënat e Skyt, del që Altin Doci nuk ka qenë asnjë përdorus i Skyt. Bëhet fjalë, sipas pretendimeve të prokurorisë posaçme, që Altin Doci ka qenë përdorus i platformës Sky vetëm 3 ditë dhe 3 ditë përpara se të arrestohej. Ndërkohë që ngjarjet për të cilat dyshohet dhe pohetohet nuk kanë ndodhur ato 3 ditë. Këto janë dhëna fakt që janë detajet e dosjes hetimore. Këto janë përcaktuar vetëm 3 ditë dhe 3 ditë përpara se të arrestohej. Pra Doci nuk ka asnjë komunikim Sky që përfshin Altin Docin. E vetmja dëshmi është ajo Nureddin Dumanit që përfshin Altin Docin si bashkëpunëtor në vrasjen e Andi Zulefit dhe plagosjen e Arditur Ruçit, për cilën ka një mas 2 sigurimi dhe është pikërisht kjo mas që e mbajtit izoluar dhe nuk u lirua kur u deklaruar i pafajshëm. Megjithatë, në dosjen e Spak thuhet se Altin Doci ka pasur në përdorim Sky me kodin PIN DL QG I6. Madje në një bisedë datës 4 gusht 2020, kur Altin Doci mbaj në paraburgim, oficeri policisë Agustin Çinari bisedon me Franz Çopjan, ku rezulton se Çinari ka biseduar me një punonjës të burgut të Durrësit që t'i fus një telefon me Sky Docit në burg. Spak ka marrë në hetim si pjesë të grupit Çopja edhe punonjësin e policisë së Durrësit Agustin Çinari, i cili në raste të përsëritura gjatë vitit 2020 ka kryer kontrolle në sistemet e policisë së shtetit për llogaritë të Franz Çopjas. Megjithatë, Spak akuzat që ka ngritur ndaj Altin Docit nuk i mbështet vetëm në dëshmitë e bashkëpunëtorëve të drejtësisë, por edhe nga bisedat që anëtarët e organizatës Çopja kanë zhvilluar me njëri tjetrin në Sky, kur her pas here është përmendur emri i Docit si i përfshirë në ngjarje. E një ndër këto ngjarje është edhe vrasja e 3 fishtë e vitit 2018, e njohur si masakra e Bradasheshit.
Nga të gjitha veprimet, konteksti i bisedave në Sky dhe provave të tjera që i mbështesin, SPAK ka dyshime të arsyeshme se vrasja e Endrit Alibej, Arben Dylgjerit dhe Erdal Duranaj është kryer në bashkëpunim nga Franc Çopja dhe Ajdar Çopja, që kanë patur rolin e financuesit dhe porositësit. Mikael Qosja në rolin e organizatorit dhe vëzhguesit, Talo Çela, organizator dhe shofer i mjetit të autorëve, Altin Doci në rolin e ekzekutorit, Dashnor Dumani si pjesëmarrës në ngjarje, Besmir Axhia në rolin e ekzekutorit, Emiliano Ramazani në rolin e vëzhguesit dhe informatorit, Elio Bitri në rolin e vëzhguesit dhe informatorit. Për Besmir Axhin dhe Emiliano Ramazanin nuk mund të fillohet procedim pasi janë vrarë. Nga ana tjetër, përveç dëshmisë së Nureddin Dumanit, SPAK ka administruar edhe dëshminë e Erion Alibejt në lidhje me këtë ngjarje. Bisedat me Nureddin Dumanin më kanë shërbyer për të rikonfirmuar ato që unë dija. Një nga personat që unë kisha informacione se ishte i përfshirë në atentatin ndaj familjarëve të mi, në atentatin ndaj Endritit në Bradashesh, ishte edhe vllai Nureddinit, që quhet Dashnor Dumani. Për Dashnorin kisha informacione tepër të sigurta, siç e kam deklaruar më përpara, që Dashnori ka qenë një nga ekzekutorët. Në fund të bisedës me Nureddinin, pasi ai mbaroi shpjegimet e tij, unë fillova të jap shpjegimet e mia dhe në fund të bisedës i thash duke akuzuar drejt për drejt që Dashnori, vllai yt, ka qenë ekzekutor në ngjarjen e Endritit, ndërsa ti ke qenë në burg në Francë dhe vllai tjetër ka qenë në burg në Shqipëri. Nureddini nuk e pranoi këtë që i thash, por më shpjegoi që ai me Dashnorin nuk i kanë marrëdhëniet e mira. Gjithashtu Nureddinit i thash se në atentatin ndaj familjarëve të mi kanë marrë pjesë Talo Çela, Altin Doci, Besmir Axhia. Për këta kisha mbledhur informacione para takimit me Nureddinin, kam dhënë shpjegime më përpara. Pas rreth 2 orë gjysmë diskutim, krijova mendimin për Nureddinin, që më korrespondonte me të gjitha informacionet që unë kisha mbledhur deri në ditën e takimit me të. Por nga Nureddini, mësova nga ai edhe për persona të tjerë dhe ngjarje të tjera që unë nuk kisha pasur dieni. Megjithse SPAK thot se emrat e pjesëmarrësve në masakrën e Bradasheshit ka dalë jo vetëm nga dëshmitë e bashkëpunëtorëve të drejtësisë, por edhe nga mesazhet në Sky. Mbrojtësit e Altin Docit duket se nuk janë dakord. Për të dyja procedimet e fraksionuara, qoftë për atë 2019-s për vrasjen e Andi Zylyvi që po gjykohet, po qoftë dhe për të 2024-s që dyshohet për kryen e veprave penale në kuadër të organizatës kriminale, që është caktuar një mas tjetër sigurimi. Gjitha këto janë bazuar mbi bazën e dënave që kanë referuar deklarimeve të bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Në asnjë rast nuk ka komunikim drejt për drejt midis Altin Docit dhe një personi i dytë apo tretë për sa i përket kryerjes së veprave penale, përmendet me pseudonime. Para gjykohen sepse ja atribuohen kodet PIN dhe ne i bëjmë fakt kryer që këtë PIN e ka X dhe ne themi X. Akoma nuk dihet se ligjërisht referuar dhe çfarë po bëhet në Evropë me Sky-n, nëse këto prova do përdoren apo jo. Gjykata kushtetuese mbajti një qendrim që mbajti Gjykata e Kasacionit Italisë dhe Gjykata Evropiane e Drejtësisë, që tha gjykatat e më të ulta, që duhet të interpretojnë ligjin, duhet shikojnë raportin e përditshmërisë së provave, qoftë gjatë gjykimit themel në raport me ligjin e brendshëm. Pra është respektuar ligji i brendshëm, janë mjaftuar autoritetet shqiptare për shtetet shqiptare që janë përgjuar. Një vit pas vrasjes së 3 fish në Bradashesh, në dhjetor të vitit 2019, u ekzekutua një tjetër antar i grupit Alibej. Bëhet fjalë për vrasjen e Andi Zylyfit, i cili ishte djali i Allës së Endrit Alibej. Për këtë ngjarje, SPAK akuzon si pjesëmarrës Altin Docin, i cili po gjykoi në procesin e plumbit të artë, i cili është në fazën e dëshmive. Ngjarja ndodhi në fshatin Përparim, në rrugën nacionale Elbasan-Peqin, teksa ndodhej në makinë me Ardit Uruçin, mikun e tij që fatmirësisht i shpëtoi atentatit. 7 muaj pas kësaj ngjarje, ndodhi një tjetër vrasje. Mesnatën e një koriku të vitit 2020, qëllohet drejt vëllezërve Klevin dhe Aldo Baho në fshatin Broshk të Elbasanit. Si pasojë të shtënave me armë zjarri,
është vrarë Klevin Baho dhe është plagosur rënd vëllai i tij Aldo, i njohur edhe me emrin Aleksandr Baho. Në lidhje me këtë ngjarje, Prokuroria e Posaçme në 15 prill 2022 ka marrë deklarime të Nuredin Dumanit në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime, si dhe në cilësinë e bashkëpunëtorit të drejtësisë në 17 qershor 2022. Në kohën kur unë kisha dal nga burgu, ta lovinte shpesh të shtëpia ime në kat të dytë së bashku me Altin Docin. Gjatë diskutimeve dilin shumë tema, dhe një nga këto tema ishte edhe kjo, ku e tregonin për krenari vrasjen e 3 fisht, si dhe atentatin ndaj vëllezërve Baho, ku kishin pasur kundër përgjigje të fortë, aq sa ishte dëmtuar edhe makina e tyre. Në këtë ngjarje ka marrë pjesë Talo, Altin Doci, Mir Haxhia dhe Dorian Shkoza. Kur kam qenë duke shkuar në Elbasan me Altin Docin, nuk mbaj mend se për çfarë, por rrugës Altini më ka treguar vendin që është realizuar atentatit ndaj vëllezërve Baho, si dhe vendin ku po e prisnin edhe lokali se ku vëllezërit Baho po pinin kafe. Më tregoi si i kishte ndjekur dhe gjuajtur nga pas. Objektivi nuk ka qenë vëllai i vogël, por Sandri, pasi ishte shoku i Erionit. Makina atentatit ndaj vëllezërve Baho është nisur për Durrës në lagjen Spital, ku është shmontuar te shtëpia e motrës së Miri Haxhis. Në lidhje me këtë ngjarje, i është marrë deklarim në prokurorinë e Torinos në Itali personit që mbeti i plagosur Aldo Baho, në cilësinë e personit që ka dieni për rrethana të dobishme të hetimit. Ky deklarim është marrë në prezencë të autoriteteve italiane të drejtësisë, prokurores së ngarkuar me detyrën për ekzekutimin e letërporosisë, hetuesve të BK-s, si dhe të një përkthyesi. Unë nuk pash cilët ishin personat që na qelluan. Kishin një maskë të zezë. Unë i pash personat që ishin brenda makinës vetëm kur më kaluan anash dhe pash që ata që ishin ulur para kishin maskë të zezë. Nuk arrita të shoha të ulur mrapa. Mund të them që pasagjeri përpara ishte trup madh, i gjatë, jo i shëndosh, por trup madh. Askush nuk kishte inate as me mua, as me vllajin tim. Nuk di ta shpjegoj arsyen e të shtënave. Nuk kam pasur konflikte me askënd. Në atë moment nuk dija asgjë, por më vonë dëgjova disa fjalë. Unë shkoja me një shok në Elbasan dhe ati në të shkuarën i kishin bërë atentat duke i vrarë vëllain, Xhaxhain dhe një shok. Ky person quhet Erion Alibej. 6-7 muaj më parë i kanë bërë atentat këtij shokut. Pas atentatit ndaj tij, na bën edhe ne atentat. Ishte një mesazh i qartë. Si ai që ri pran Erion Alibejt, apo ai që shoqërohet me të, do të ketë atë fund. Nuk di cilët mund të jenë autorët. Nuk kam prova mbi përfshirjen e tyre. Më bëhet me dije se mund të them edhe supozimet e mia dhe deklaroj se nga sa kam dëgjuar më pas, njëri mund të jetë Tosi Gosa nga Peqini. Ky subjekt sot ndodhet në burg në Shqipëri. Unë di që ai kishte një lidhje shumë të ngushtë me atë që drejtonte Bensin atë natë. Ata ishin të maskuar, por dëgjova fjalë më pas dhe me 90% ishte Talo Çela. Unë e njihja sepse banonim në të njëjtën zonë. Spak thot se nga analizimi bisedave të zhvilluara në Sky, janë përftuar të dhëna me interes për hetimet në lidhje me vrasjen e Klevin Bahos dhe plagosjes së vëllait të tij Aldo Baho. Sipas prokurorisë së posaçme, bazuar në vlerësimin ligjor të rrethanave të faktit të ndodhur, hetimeve të kryera dhe provave të administruara, ekziston dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova se ngjarja e datës 1 korrik 2019 me pasojë vrasjen e Klevin Bahos dhe plagosjen e Aldo Bahos është financuar dhe porositur nga vëllezërit Çopja. Kjo për shkak të lidhjes shoqërore që Aldo Baho ka patur me Endrit Alibejn, si dhe vëllain e tij, Erion Alibej. Sipas Spak, organizatori i vrasjes evidentohet Mikael Kamami. Nga hetimet, prokuroria thot se ka rezultuar se Talo Çela ka qenë në rolin e drejtuesit të përdorur nga autorët dhe ekzekutorët. Ka qenë Altin Doci, Besmir Haxhia dhe Dorian Shkoza, si dhe persona të tjerë të pa identifikuar që kanë ndihmuar autorët duke u dhënë informacion dhe u kanë krijuar lehtësira pas ngjarjes, duke azjesuar mjetet e përdorura me qëllim zhdukjen e provave dhe mosgjetjen e tyre. Spak ka ngritur akuzë
ndaj Altin Docit edhe për sigurimin e kushteve për të vrarë Erion Alibej gjatë periudhave të ndryshme nga nëntori 2019 deri në janar 2020. Sipas dosjes së prokurorisë, ky plan ishte i organizuar nga vëllezërit Franz dhe Ajdar Çopja, Mikael Kamami, Altin Doci dhe Floben Smeçja, të cilët rezultojnë të kenë kryer veprime konkrete për vrasjen e Alibejt. Për këtë ngjarje janë zhvilluar biseda konkrete mes Franz Çopjas dhe Mikael Kamamit. Më pas Kamami ka biseduar me Altin Docin dhe Floben Smeçen. Referuar bisedave, Altin Doci informonte Kamamin se Floben Smeçja do të nxirrte në prit Erion Alibejn dhe kur të dilte, do ta ekzekutonte. Në kohën që zhvilluar kjo bisedë, Erion Alibej ndodhej në burg. Kamami informonte se shuma për vrasjen e tij varionte nga 500.000 deri në 1 milion euro. Është diskutuar që ta qellojnë me snajper, por më pas kanë dalë në përfundimin se ka vështirësi, pasi plumbat nuk mund të deportojnë, duke qenë se janë godinat që e mbrojnë. Përveç planit për vrasjen e Alibej, SPAK e akuzon Altin Docin edhe për sigurimin e kushteve për vrasjen e Arjan Spahiut. Duke analizuar të dhënat e siguruara nga komunikimet në Sky, prokuroria ka dyshime të arsyeshme në lidhje me këtë ngjarje, por edhe plagosjen e Kej Pikut. Sipas SPAK, organizata kriminale e vëllezërve Çopja në periudha të ndryshme gjatë vitit 2019 dhe 2020 është angazhuar maksimalisht për ekzekutimin e Arjan Spahiut, i cili ishte pjesë e klanit Alibej. Madje, në një rast, ata kanë tentuar që përveç Arjanit të vrisnin edhe vëllain e tij Arbenin, duke dashur që të eliminonin edhe miqtë e tyre, të gjithë që ishin afër vëllezërve Alibej. Në atë periudhë Arjan Spahiu ndodhej në Elbasan. Në një rast, në 14 janar 2020, Talo Çela dhe Altin Doci, sipas SPAK, janë angazhuar maksimalisht, duke ndjekur me një makinë me fenelina policie, automjetin që supozoi se ndodhej Arjan Spahiu, por pasi e kanë ndaluar, kanë parë që në makinë ndodhej dikush tjetër. Në dosjen e prokurorisë thuhet se këto të dhëna, Altin Doci ja ka treguar vetë Mikael Kamamit, gjatë një bisede me të në Sky. Grupi kishte marrë direktiva se në rast se eliminoi Spahiu, 85% e luftës ishte e fituar. Në dosjen e SPAK, analizojnë bisedat e zhvilluara në Sky, edhe në lidhje me grabitjen e ndodhur në pistën e aeroportit të Rinasit, ngjarje për të cilën po ashtu është ngritur akuzë ndaj Altin Docit. Nga bisedat që ndodhen në këtë dosje, dyshohet se Dashnor Dumani dhe Altin Doci janë personat që kanë ndjekur furgonin e ngjashëm me atë të autorëve. Bëhet fjalë për ngjarjen e 9 prillit të vitit 2019, kur në pistën e avionëve në aeroportin e Rinasit, persona të armatosur me armë luftarake dhe të maskuar grabisnin afro 4.6 milion euro që do të eksportoheshin me linjën e avionit Tiranë-Vjen. Për ngjarjen gjykata e posaçme dha vendimin në muajin tetor të vitit 2023, duke dënuar me 122 vite burgim 7 të pandeurit e grupit kriminal. Ai që konsiderohej numri 2 i këtij grupi grabitësish, Klement Çala, do të qëndroj pas ekurave për 20 vite, ndërsa për 6 të tjerët të arrestuar për grabitjen, Oltion Veseli, Renaldo Sulej, Sajmir Çela, Oltion Pikli, Alkon Bengasi dhe Eldi Çala, janë dënuar me nga 17 vite burg për secilin. Dënimet janë më të lehta se ato të pretenduara nga prokuroria e posaçme, e cila për Klement Çalën kërkoi 24 vite burg, ndërsa për 6 të pandeurit e tjerë nga 19 vite burg. Ndërsa i akuzuar si pjesë e bandës është edhe Talo Çela, por gjykimi për të vijon të jetë i ndarë, sepse ai është ende në arati, duke u zhvilluar në mungesë.
Nga identifikimi i autorit të ngjarjes, personit që mbeti i vrarë, Admir Murataj, provave shkencore të përftuara në lidhje me automjetin e përdorur në vendin e ngjarjes për të realizuar vjedhjen me armë, shpjegime që janë konfirmuar edhe nga i pandeuri Alkond Bengasi, është bërë mundur zbulimi i disa prej anëtarëve të grupit kriminal. Ndërkohë, nga analizimi i bisedave të zhvilluara në Sky, rezultoi se përveç autorëve që ishin të identifikuar dhe të vënë nën akuzë, në këtë ngjarje kanë marrë pjesë edhe Altin Doci, Dashnor Dumani, Dorian Shkoza, i cili është vrarë dhe persona të tjerë. Edhe për këtë ngjarje, ka dhënë sqarime në cilësinë e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumani, i cili ka deklaruar se i vëllai ka marrë nga Talo Çela 30.000 euro, ndërsa vet Talo ka marrë 600.000 euro. SPAK ka administruar ndër të tjera edhe një bisedë të zhvilluar në Sky mes Talo Çelës dhe Franz Çopjas, ku i flet për raportin që ka me Altin Docin dhe për provat që mund të ketë prokuroria për këtë ngjarje. Për mua Altini jemi shok me to, të përbashkët kaq. Pastaj Rinas, grabitje, gjëra, të gjitha bashk. I lidhen me Rinasin kod mendoj, për t'i bërë lëmsh, se di. Inshallah s'ka prova të tjera për Rinasin, ja hodha unë. Më pas Talo Çela komunikon për të njëjtën çështje me Mikael Kamani. Mos kam përgjuar të shtëpisë ati dhe mos ka dalë emriot dhe i Altin Docit të shtëpia, edhe mos mendojnë që ka qenë edhe Altini. Nuk ka thënë ai që strehonim një të Rinasit, kjo ka dalë nga bisedat e familjarve. Eli u bë xhelos kur bëre Rinasin dhe këtë ta tha në sy. E mbyllim këtë të Rinasit se për të tjerat s'ka asnjë provë. Mellafes dënon kusht në gjykatë se për këtë punë i kemi lekët, si kemi për me i mbajt poshtë stëkut. Po kam frikë tjetër unë, se gjithmonë s'ka provë, por kam hall mos e ka vrarë Dajën gabimisht një nga këta, si Greku i vogël për shembull, që se takonte vëllain e Dajës. Pse nuk e takonte ai? S'ka gjë të keqe dhe gabimisht thaj, po s'ka gjë, robi e takon. Dhe dosja mbahet sekret dhe shpërthen në gjyqje ekspertiza për Dajën e mbase del distancë afërt, 2 deri në 4 metra distancë, gabimisht nga kallashi. I bie nga shokët, se të zinjt kanë pas armë berret automatike, kanë gjuajtur nga mbi 50 metra larg. Nuk mund të shpoj kokën tej, por se di tani, inshallah. I kanë gjujtë të zitë mos gelin nga ana jon, se vllai i tij thot është vrarë nga shokët gabimisht. Kjo është e keqe për të gjithë pasaj. Armët janë ndjekur me furgonat. Me Greku, ata i referohen vëllezërve Çala, ndërsa me spioni Alkond Bengasit. Nga konteksti bisedave, rezulton që Talo Çela ka qenë shoferi i automjetit të grabitjes në Rinas. Sipas dosjes së SPAK, në 27 prill 2020, nga bisedat në Sky, rezulton se Altin Doci ka ndihmuar Talo Çelën që ishte në kërkim që të lëviz nga banesa e vëllezërve Axhia në Durrës në drejtim të zonës së Plepave, sapo ka mësuar për ekzekutimin e vëllezërve Besmir dhe Viktor Axhia. I ka shkuar për ndim Talo Çelës. Kjo, sipas prokurorisë së posaçme, është vërtetuar edhe nga qelizat e logimeve të Altin Docit pas vrasjes së vëllezërve Axhia. Nga këndvështrimi ligjor, aratisja Altin Docit nuk përbën thjesht një shkelje të masës së sigurisë. Ajo përfaqëson një ngjarje me pasoja të rënda penale dhe institucionale, që vën në diskutim funksionimin e të gjithë sistemit të ekzekutimit të vendimeve penale. Kodi penal parashikon qartë përgjegjësim për aratisjen nga vendet e vuajtjes së dënimit, por kjo dosje shtron një pyetje thelbësore. A ishte aratisja rezultati një veprimi individual, apo pasojë një zinxhiri shkeljesh dhe neglizhencash, apo edhe bashkëpunimi nga strukturat përgjegjëse? Dyshimet shtohen edhe më shumë, kur vetë drejtoria e përgjithshme e burgjeve deklaron zyrtarisht se burgu i Durrësit nuk i kishte njoftuar. Më datë 13 i pari 2026, i paraburgosuri ka kryer konsult mjekësore me mjekun e institucionit të vuajtjes së dënimit, i cili ka rekomanduar konsult me mjek kirurg. Në vijim,
Nga strukturat përkatëse të IEVP-s Durrës, Shërbimi Shëndetësor, Policia e Burgjeve, Sektori Social dhe ai ligjor, janë hartuar aktet përkatëse dhe është planifikuar shoqërimi për vizitë mjekësore në Spitalin Rajonal Durrës sipas itinerarit. IEVP Durrës, Spital Rajonal Durrës, kthim në IEVP. Brenda së njëjtës ditë, i paraburgosuri është paraqitur në pavionin efektiv për marrjen e trajtimit mjekësor. Pas vizitës mjekësore nga mjeku kardiolog në Spitalin Rajonal Durrës, është rekomanduar mjekim dhe rikontroll pas 2 orësh. Gjatë kohës që ka qenë duke marrë trajtim mjekësor, shtetasi Altin Doci ka kërkuar të shkojë në tualet. Ai është shoqëruar nga punonjësit e policisë së Burgjeve, por gjatë këtij momenti ka kundërshtuar dhe goditur punonjësit duke arritur të aratisë. Nga verifikimet paraprake rezulton se për shoqërimin e planifikuar, IEVP Durrës nuk ka informuar Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe Komisariatin e Policisë Durrës, si dhe nuk ka raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve as planifikimin dhe as realizimin e vizitës mjekësore, në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi. Gjithashtu, rezulton se nuk janë respektuar procedurat standarde për shoqërimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve. Procedurat ligjore për ruajtjen, shoqërimin dhe kontrollin e personave të dënuar janë të detajuara dhe detyruese. Çdo devijim nga këto procedura përbën shkak për përgjegjësi penale dhe disiplinore të funksionarëve publik. Zyrtarisht u tha se në ngjarjen e 13 janarit 2026 u shkel protokolli i sigurisë, pasi nuk kishin marrë masat e nevojshme, ashtu siç thuhet në nenin 109 të rregullores së Burgjeve, që përcakton qartë masat që duhen marrë në rastet e shoqërimit për shërbimin shëndetësor jashtë institucionit të burgut apo paraburgimit. Po të shikojmë dhe ato video që ju shfaqet, por dhe që kemi parë, të mund të ketë neglizhencë në mënyrën e marrjes masave. Në 2022-shin, Këshilli i Ministrave ka miratuar rregulloren e përgjithshme të burgjeve, dhe aty ka 2 dispozita që përcaktojnë qartë se çfarë masash duhet merren. Duhet të jetë i prangosur kur është i ulur në automjet, me cilin transportohet apo shoqërohet dhe me duart para, por kur është në spital, duhet të jetë mbikëqyrjen e punonjësit të sigurisë, jo më pak se 3 punonjës policie, duhet shoqërohet nga mjeku ose nga ndihmës mjeku, që në rastin konkret ka edhe kur shkon në tualet, do t'jetë pa pranga në spital. Se kjo është zgjedhje personale, unë nuk kam komunikim fakt me Altin Docë. Dhe arsye pse kam çuar që të bëj këtë, por të paktën me çka kam parë dhe perceptimi është që Altin Docë ka humbur besimin te drejtësia dhe sidomos ke këto trupa gjyqësore e famshme që na kanë deleguar dhe na i bën antar gjykatës posaçme. Mangësitë në zbatim të masave të sigurisë dhe përgjegjësia e drejt për drejt njerëzore dhe institucionale solli edhe shkarkimin, jo vetëm të drejtorit të burgut, por edhe të 11 punonjësve të gjithë zinxhirit komandues të burgut të Durrësit. Por përveç shkarkimeve, pati edhe arrestime. Drejtoria e Burgjeve deklaroi zyrtarisht se referuar ngjarjes dhe veprimeve të ndërmarra, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në bashkëpunim me Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në sistemin e burgjeve, në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të Përgjithshëm Durrës, është vendosur ndalimi i shtetasve të mëposhtëm. Komisar Desdemon Pazaj, punonjës i policisë së Burgjeve. Komisar Violeta Uka, punonjëse e policisë së Burgjeve. Kryeinspektor Dorian Saraçi, punonjës i policisë së Burgjeve. Inspektor Sali Ferolari, punonjës i policisë së Burgjeve. Inspektor Fatjon Braçi, punonjës i policisë së Burgjeve. Inspektor Preng Marvataj, punonjës i policisë së Burgjeve. Kryeinspektor Aranit Çela, punonjës i policisë së Burgjeve. Kryeinfermier Aulon Quku, punonjës i IEVP-s Durrës. Ndërkohë, një ditë pas shkarkimit, u vu në pranga edhe drejtori i burgut të Durrësit, Indrit Cërloj, i akuzuar për shpërdorim detyre. Për të njëjtën akuzë, gjykata e Durrësit ka vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie edhe për shefin e shërbimit shëndetësor në burg, Ylfete Sema. Nga ana tjetër, hetimet kanë zbuluar edhe një shkelje tjetër, që thellon edhe më shumë dyshimet për një bashkëpunim apo veprim të qëllimshëm
pasi mjeku, që duhej të kryente konsultën me Altin Docin, në kohën që ai është dërguar në spital, ishte në sallën e operacionit dhe nuk ka kryer asnjë konsult me të. Sipas rregullores së burgjeve, mjeku duhej lajmëruar më parë dhe të ishte aty në momentin që mbërrinte i para burgosuri. Por fakti që ndodhej në sallë ngre dyshimet se ai mund të mos jetë informuar. Aratisja e Altin Docit, përveç arrestimeve dhe shkarkimeve, çoi edhe në një vendim ministrin e drejtësisë, Besford Lamallari, i cili pas një takimi me drejtuesit e burgjeve në 14 janar, kërkoi vlerësimin e parametrave të sigurisë në burgun e Durrësit, duke konsideruar transferimin e të dënuarve apo paraburgosurve me rrezikshmëri në burgje të sigurisë së lartë. Kërkesë që gjeti zbatim vetëm disa orë pas këtij takimi, pasi shumë persona që konsiderohen me rrezikshmëri të lartë nisën të transferohen drejt burgut të Fierit. Autokolona me furgonet e burgjeve transferoi 33 të burgosur nga Durrësi në Fier. Por kjo lëvizje zbuloi se në fakt Altin Doci nuk ishte i vetmi person i konsideruar me rrezikshmëri të lartë që mbaj në burgun e Durrësit. Mes të transferuarve kishte edhe emra pothuajse po aq të rrezikshëm sa ai. Nëse provohet se masat e sigurisë nuk janë zbatuar apo janë lehtësuar në mënyrë të pajustifikuar, atëherë çështja nuk mbetet vetëm te aratisja e një të dënuari, por kalon në një hetim për shpërdorim detyre, bashkëpunim ose favorizim të autorit. Rasti i Altin Docit nuk është vetëm një histori aratisjeje, është një test për shtetin e së drejtës dhe për aftësinë e institucioneve për të garantuar zbatimin e ligjit. Aratisja e Altin Docit nuk është vetëm historia e një të burgosuri që iku. Është pasqyra e një sistemi që dështoi. Një aratisje që sot nuk dihet ku përfundon, por që nesër mund të ketë pasoja që shkojnë shumë përtej një emri.